Një qytetar është ndaluar nga policia për shkak të përpjekjes për të përdorur të dhënat personale të një personi tjetër pa pëlqimin e tij, duke tentuar të kryejë veprime financiare në mënyrë të paautorizuar. Dje në orën 13:20, punonjës policie nga stacioni policor i Gostivarit kanë arrestuar FL 30 vjeç nga Republika e Shqipërisë. Ai është kapur duke abuzuar me të dhënat personale të bashkëshortes së tij 35 vjeçare, me të cilën është në proces divorcimi, duke u përpjekur të tërheqë një kredi nga një shoqëri financiare pa pëlqimin e saj. Nga policia thonë se pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të pasojë parashtresë përkatëse. Ky rast vjen 2 ditë pas një rasti të ngjajshëm ku burri ka tentuar të marrë kredi nga një shoqëri financiare pa pëlqimin e gruas, me të cilën është në procedurë divorci. Sipas denoncimit, ajo ishte kontaktuar nga shoqëria financiare për ta njoftuar se kërkesa për kredi ishte aprovuar. Menjëherë pas kësaj kanë vepruar autoritetet. Andaj ky rast është vetëm një më shumë në llojin e atyre që tregojnë se abuzimi me të dhënat personale dhe mashtrimet financiare po bëhet dukuri në rritje. Autoritetet apelojnë tek qytetarët që të jenë të kujdesshëm me të dhënat e tyre personale, të mos i ndajnë informacionet bankare ose dokumentet e identitetit me persona të paautorizuar dhe të raportojnë çdo përpjekje për abuzim. Edukimi mbi sigurinë e të dhënave dhe respektimi i rregullave ligjore janë arma më e mirë kundër këtyre dukurive shqetësuese.